përveç vitaminës C. Cilat nga këta serume ndoshta munden me u bashku mirë ose shkojnë mirë me njëra tjetrën, se e di që nga njëherë disa përbërës nuk është edhe shumë mirë ti kombinosh së bashku. Fillimisht, serumet përzgjedhen për problematikën të cilën e ka lëkura. Do të thotë, a kemi nevojë për një ndriçim, për një mirëmbajtje, a janë molekulat të cilat kanë efekt kundër plakjes, apo ndonjë problematike caktuar. Prej serumeve që po i shihni janë të ndame edhe me ngjyrat në brendin Dalton. E para që po e shihni këtu është acidi hyaluronik, të cilin gjithashtu e përdori edhe e rekomandoj për shkak se është hidratues shumë i mirë. E rëndësishme të acidi hyaluronik është me gjetë produkte të cilat kanë acid hyaluronik me peshë molekulare më të vogël, e cila depërton në thellësitë e lëkurës. Acidi hyaluronik ka vetim me mbajt ujin, me marrë prej atmosferës që na rrethon, edhe njëkohësisht prej shtresave më të thella të lëkurës, edhe me hidratu lëkurën që ajo me pas një shkëlqim natyral. Edhe me qenë e hidratueshme që normalisht kjo është ajo që ka synojmë me pas në lëkurën tonë. Prej brendit Dalton, për është triple booster, do të thoni ka 3 fraksione të acidit hyaluronik, e cila i mundson me depërtu në shtresa më të thella të lëkurës edhe me jap këtë hidratimin e duhur. Do të thotë për lëkurat të cilat kanë mungesë hidratimi, rekomandohet një serum i cili përmban acid hyaluronik ose molekula tjera të cilat kanë veti për me bo hidratimin e lëkurës. E dyta është retinoli, e cila është një molekul që e mundson riprodhimin e qelizave. Kjo na mundson që lëkura me prodhu qeliza të reja, të cilat kanë me qenë më të shëndetshme. Retinoli duhet me u aktivizu në lëkurë. Pasi ta aplikojmë në formën e retinolit, ai kalon disa shkallë në formën aktive. Prej retinolit kalon në retinal, pastaj në acid retinoik. Produktet që përmbajnë edhe kombinim të retinolit edhe retinalit janë edhe më efikase. Për shkak se retinali kërkon vetëm një shkallë për me kalu në formën aktive. E rëndësishme për mu inkuadru në rutinë, për shkak se thash është një molekul kundër plakjes që na ndihmon në parandalimin e formimit të rrudhave, e po ashtu edhe në trajtimin e atyre ekzistuese që janë linja të holla ose rrudha jo shumë të thella. A është i përshtatshëm edhe kom dëgju që mundet me ndihmu edhe me aknet? Po, ndihmon me aknet për shkak se retinoli bën balancim të yndyrës. Prandaj te lëkurat që janë të ndryshme, të prirura për akne, një prodhim më i tepër i yndyrës mundson me u shfaq komedonet e aknet. Ndërsa retinoli bën këtë balancim dhe i ndihmon lëkurës që mos me u shfaq aknet. Gjithashtu retinoli ndihmon edhe në stimulimin e prodhimit të kolagjenit që është një protein e cila jep elasticitetin, jep strukturimin e duhur lëkurës. E na e dim që kolagjeni fillon me u ngadalësu në prodhim mbas moshës 25 vjeçare, 30 vjeçare aty fillon me ra prodhimi i kolagjenit. Prandaj inkuadrimi i produkteve të cilat e bojnë stimulimin e prodhimit të kolagjenit është shumë i rëndësishëm edhe për lëkurën, po njëkohësisht edhe për thonjt, edhe për flokët. A mund ta përdorim në bazë aditore, se e di që ka retinola të caktuar që ndoshta kanë një përqindje më të lartë, që sidomos në fillim derisa të adaptohet lëkura mundet me shkaktu iritim ose plasaritje të lëkurës. Pikrisht, lëkurat të cilat nuk kanë përdorur retinol më herët duhet me fillu me shumë kujdes edhe ngadalë inkuadrimin e retinolit. Atëherë aplikohet një produkt që ka një përqindje pak më të vogël të retinolit që lëkura me u adaptu edhe me pranu lëkurën. Nuk rekomandohet përdorim më shumë se 2 herë në javë në fillim. Do të thotë fillojmë një aplikim, pauzojmë 2-3 ditë, mandej e aplikojmë herën e dytë duke përcjell gjendjen e lëkurës edhe duke pa që nuk po shkakton ndonjë iritim të caktuar. Për lëkurat
e thata edhe që janë sensitive, normalisht ky ndikim mundet me u shfaq ma tepër, por duhet përqindjen me pas kujdes edhe duhet me pas kujdes këtë shpeshtësinë. Do të thotë, jo ma shumë se 3 herë në javë me kalu edhe pas një kohe që e kemi apliku.